Këngëtari I njohur shqiptar Ardian Bujupi është bërë baba për herë të parë. Ai dhe partnerja e tij Fjolla kanë mirëpritur një djalë që e kanë pagzuar me emrin Gjon. Gjon Bujupi, 0204 26, ka qenë për shkrimi që I kanë vënë postimit. Dyshja njoftuan se po bëhen prindër për herë të parë në muajin shkurt me një postim surprizë për fansat. Bujupi vazhdon të mbajë më hermetike raportin me bashkëshorten, duke mos ndarë gjëra me publikun. Ata u martua në korrik të vitit 2023, ndonse edhe këtë pjesë e kanë mbajtur sekret. Çifti jeton dhe vepron në Gjermani, Ardiani duke qenë shpesh edhe në trojet shqiptare për shkak të angazhimeve në muzikë.